Në Brooklyn të New Yorkut, një tragjedi e rënd ka prekur komunitetin dhe familjen shqiptare. Havolli, 41 vjeçari Burim Havolli, mbikëqyrës i një pallati banimi në Ditmas Park dhe babai 3 fëmijëve, humbi jetën pasi u sulmua barbarisht nga një person që tentoi të vidhte pakot në hollin e ndërtesës. Pas rastit tragjik, reagime të shumta ka pasur të familjarëve të tij, të cilët edhe kanë njoftuar se i ndjeri do të varroset në Kosovë në vendlindjen e tij. Përmes këtij lajmërimi ju njoftojmë gjithë miq dhe farefisin se papritur para pak çasteve ndroi jetë djali, vëllau, babai dhe më i dashuri ynë, Burim Havolli, i cili si i ri emigroi në SBA, ku punoi e krijoi familje dhe pas vetes la bashkëshorten, Jehonën, fëmijët e tij, Jonin, Dhuratën dhe Kronin e vogël. Pasi vëllau ynë i dashur Burimi vdiq sot në Amerikë, në emër të familjes, ju falenderoj gjithëve për interesimin dhe ngushëllimet, ka shkruar familjari i tij, Fitim Havolli, në një reagim në Facebook. Ai ka shtuar tutje se për ceremoninë e varrimit do të njoftojnë me kohë për vendin dhe kohën pasi të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore e mjekësore në New York. Ndryshe, ngjarja ndodhi rreth orës 8 mëngjesit të së mërkurës, kur Havolli u përball me të dyshuarin 30 vjeçar, i cili ishte futur në ndërtesë për të vjedhur një pako. Përleshja verbale u përshkallëzua dhe rezultoi në goditje të shumta në kokë ndaj Havollit, i cili u rrëzua dhe humbi jetën në spitalin Kings County Hospital. Policia ka bërë të ditur se një person është marrë në pyetje në lidhje me rastin, por deri tani nuk janë ngritur akuza ndaj tij. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes po vazhdojnë, ndërkohë përfaqësues ligjor të Havollit kanë kërkuar drejtësi për rastin. Një 41 vjeçar shqiptar, i identifikuar si Burim Havolli nga Kosova, humbi tragjikisht jetën në Brooklyn të New Yorkut, pasi u përpoq të ndalonte një person që po vidhte pako në hollin e ndërtesës ku ai punonte si mbikëqyrës. Ngjarja ndodhi të mërkurën në mëngjes në Ocean Avenue, në zonën Flatbush. Policia u thirr rreth orës 8 të mëngjesit dhe gjeti 41 vjeçarin me lëndime të rënda në kokë. Ai u dërgua menjëherë në spitalin Kings County, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Fqinjet thanë se Havolli u sulmua teksa tentonte të ndalonte grabitjen e pakove. Banorët e zonës u shprehen të tronditur, duke theksuar se lagja po bëhet gjithnjë më e pasigurt. Familjarët e viktimës e përshkruan Burimin si një njeri punëtor dhe të respektuar, i cili humbi jetën duke bërë detyrën e tij. Policia ndërkohë po heton motivet e sulmit. Një person i dyshuar është marrë në pyetje, por ende nuk janë ngritur akuza. Burim Havolli, vëllai i viktimës, ishte në lot ndërsa fliste për mënyrën se si të dy e mbijetuan luftën e Kosovës në vitin 1999 dhe u arratisën në Amerikë për një jetë më të mirë. Ai e donte këtë vend. Ky vend na ka ndihmuar shumë, tha Burim Havolli. Nuk ka fjalë që mund ta përshkruajnë, kjo është e trisht. Ai la pas 3 fëmijë dhe ishte vetëm 41 vjeç, tha kushëriri i tij, Petrit Havolli. Vëllai ndërkohë tha se familja po e përjeton tepër rënd vdekjen e 41 vjeçarit. Nuk është e lehtë të rrisësh 3 fëmijë, 2 vjeç dhe djali vazhdon të pyes çfarë po ndodh, pse ka kaq shumë njerëz këtu, ku është babai im? Thirreni atë, thirreni, shtoi Burim Havolli. Ai ishte shumë i kujdesshëm, gjithmonë aty për të gjithë qeramarrësit e tij, tepër punëtor, tha banorja e bllokut të pallateve Alexis Potter. Një qeramarrës tjetër foli shumë mirë për Burim Havollin edhe për CBS News. Ai tha se vjedhja e pakove është një problem në ndërtesë, duke shtuar se ka edhe një tabel që paralajmëron njerëzit për këtë. Ai ishte personi kryesor ku drejtoheshim, nëse diçka nuk funksiononte, e thirrnim Burimin. Nëse kishte diçka që nuk funksiononte, e thirrnim Burimin. Ai ishte thjesht shumë i mirë dhe i kujdesshëm, tha qeramarrësi Alexis Charles. Ai ishte jashtëzakonisht profesional, çdo gjë që duhej bërë ai e bënte, tha mëtej një tjetër qeramarrëse, Jeff Fisher. Ky është një problem i vazhdueshëm në këtë ndërtesë, kështu që për këtë që ndodhi në këtë mënyrë është vërtet një tragjedi. Kam parë një rritje të krimit, njerëz që vjedhin pako, njerëz të guximshëm që nuk ju intereson, tha Gail Seton, pronarja e ndërtesës ngjitur. Ndërkohë vëllai i Burimit, Blerimi, thotë se ai vdiq duke mbrojtur ndërtesën, duke mbrojtur pakot e qeramarrësve. Johnny Garcia, i cili punoi në ndërtesë krahas Burim Havollit për 17 vite, tha se e konsideronte atë si vëlla. Ne ishim bashkë çdo ditë, nuk ka fjalë për këtë që ndodhi, tha Garcia. Ndërkohë familja e viktimës ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet në Kosovë, në vendin e tij të lindjes.